Vendimi I gjykatës kushtetuese ende nuk është zbardhur, por siç raportojnë edhe mediat, ka një vendim shumice për të mos e pranuar shkarkimin e Erion Veliajt nga posti I kryebashkiakut. Sido që të jetë dispozitivi, kemi sot një institucion më shumë në Republikën tonë të plagosur nga dy organe që kanë në dorë dy gjëra të rënda, lekët, policinë dhe prangat. Dy të parat I ka Edi Rama e të fundit që është po aq fatale sa parat dhe policia e ka Altin Dumani dhe SPAK. Gjykata kushtetuese nga ana tjetër nuk ka asgjë nga këto, as para, as policia, as pranga, por ka kushtetutën dhe me të I ka lëshuar Altin Dumani dhe Edi Ramës dy shuplaka aq të forta sa do të mbeten përgjatë ose përjet në rekordin institucional të Republikës, sepse askush, qoftë një kryeministër arrogant si Edi Rama, qoftë një jakobin që e di veten zot si Altin Dumani, nuk mund të rrëzojnë me së pat një pushtet të pavarur në Shqipëri. Republika nuk është pyll privat I legalizuar nga policia e Zabelit. Republika është një themel I sovranitetit popullor, ku secili ka detyrën e vet pa prekur detyrën e tjetrit. Erion Veliaj sot nuk është një zyrtar në nënhetim, është një njeri I rrëmbyer, arrestuar, izoluar, bllokuar dhe shkarkuar nga vullneti I dy personave në Shqipëri. SPAK ka thjesht dosjen e akuzës që duhet ta vërtetojë në gjykat jo rrënimin e vullnetit popullor. Gjykata kushtetuese I ka treguar Edi Ramës se nuk mund të largojë kryetarët e bashkisë e t'i detyrojë ata të largojnë të zgjedhurit thjesht sipas dëshirës, ndërkohë që SPAK-ut I ka vënë kufirin te thana. Një prokuror ka akuzën në dorë, jo voton e qytetarëve, ndërkaq nga ana tjetër sot gjykata kushtetuese ka rrëzuar Edi Ramën. Realisht, kryeministri ka rënë sepse ka shkelur një kufi që kushtetuta nuk ja lejonte. Në një vend normal duhet të jepte dorëheqjen urgjentisht. E ka dhënë Amik Dokle disa vjet më parë kur ishte kryetar kuvendi dhe kushtetuesi arrëzoi shkarkimin e Arben Rakipit nga detyra e prokurorit. Edi Rama jo vetëm inicioi shkarkimin e Erion Veliajt, jo vetëm e firmosi atë, por edhe në gjykatën kushtetuese e mbrojti duke tentuar të quante të ligjshëm një vendim antikushtetues. Sot kushtetuesja I ka thënë Edi Ramës se ka shkelur kushtetutën, e që prej sot ai nuk duhet jetë më kryeministër, madje po të ketë SPAK duhet të nisë një çështje të madhe ndaj tij për shkelje të kushtetutës, që është një krim I dukshëm e I rënd, pra ta arrestoj.